Përshëndetje të mirë të mi, përshëndetje, ju uronën e tarua lumturi dhe paqe këtë vitin 2025. Tu kam një pako letrash dhe do shikojmë se çfarë do na sjell dita nesërme, por dhe pse jo fundjava. Do të thosha edhe diçka tjetër, ju që s'më keni bërë follow, bëni një follow për respektin e Taros dhe për gjithë energjinë që ne japim, që të vazhdojmë dhe të ecim më tej. Kurse ju të tjerëve që na dërgoni mesazhe në privat, mesazhe që na japin inkurajim, na japin motivim dhe i falenderoj me gjithë zemër të gjithë personat që më kanë dërguar mesazhe të tilla. Ju uroj të gjithëve gëzuar vitin e ri, një vit të ri plot prosperitet, shëndet dhe paqe. Vazhdojmë me pakun e letrës, shohim se çfarë do na sjell pakua. Një tek letër, thjesht sa për ditën e nesme, letra e ditës, ose pse jo dhe ditën në vazhdim. Të shohim. Kemi 4 kupat. Kjo fundjavë ose dita e nesme për disa persona është shumë premtuese, shumë energji pozitive, shikoj që je duke thirrur diçka dhe duhet të bësh kujdes. Nuk duhet ta humbasësh këtë ofertë, mund të jetë një ofertë në dashuri, mund të jetë një ofertë në punë ose në bizneset e tua. Kjo ofertë mund të jetë një përparim në jetën tënde, në karrierën tënde, siç e thashë pak më parë, ose një mundësi për të shoqëruar me gjëra të reja në jetë. Ti nuk duhet të ndihesh e detyruar, as nuk duhet ta refuzosh këtë gjë të re që po të vjen, sepse është diçka shumë e bukur. Por do të thosha që nuk duhet të pendohesh dhe vendimi është i joti, është një vendim për të ardhmen tënde. Pra, ti je i vetëdijshëm, me sa shikoj ti je i vetëdijshëm për këtë që dhe qëndron përpara mundësive të reja, mundësive që të sjell universi. Këtë fundjavë dhe ditët në vazhdim, shikoj që ta thyesh pak atë rutinën javore që vjen java e re, java tjetër domethënë. Por shikoj që është një zakon që ti përfshihesh dhe është një zakon i shëndetshëm. Duhet të bësh kujdes sepse në këtë nismë që ke nisur dhe java që do të vinë ose ditët në vazhdim, duhet të qëndrosh larg izolimit, se shikoj që je shumë e izoluar dhe ke tepër shpërqendrime. Prandaj përqendro në gjërat që kërkon, tek ofertat që po të vinë, mund të jetë një ofertë në dashuri, në biznes apo në punë të tjera, ose mund të jetë një kontratë pune jo, por ka diçka të bukur rreth gjërave që ke, sepse shikoj që je përqendruar dhe mendon gjithmonë gjëra negative, nuk bëhet kjo, nuk e marr këtë, sido deri thashë me njerëz negativ, bëni kujdes